Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Xhami i sobës po ju turpëron nga njollat, ja si ta pastroni për 2 minuta. Furra është një pajisje që nuk mungon në asnjë shtëpi. Falë saj, anvisat mund të gatuajnë me mjeshtëri receta të larmishme dhe të shëndetshme për të gjithë familjen. Megjithatë, furra është një pajisje që kërkon mundë dhe djers në pastrim për shkak të yndyrave dhe temperaturës së lartë. Pjesa më e lehtë e pastrimit të furrës dhe sobës është ajo e jashtme, ndërsa brendësia e kësaj pajisje elektroshtëpiake është një sfidë e madhe. Në këtë video ju do të mësoni për mënyrat e lehta të pastrimit së brendshme dhe së jashtme të furrës së shtëpisë. Si të pastroni derën e sobës. Për pastrimin e saj, juve ju nevojitet solucion pastrimi të xhamit, larës enësh dhe peceta prej mikrofibre. Në fillim, mbushni një enë të vogël me ujë dhe sapun të lëngshëm. Lajni derën e sobës nga brenda dhe jashtë dhe më pas shpëlajni atë me ujë të ngrohtë. Pasi ta keni tharë, është radha e solucionit të pastrimit. Spërkateni pjesën e xhamit të derës së sobës me solucion pastrues dhe fërkojeni në lëvizje rrethore për të hequr çdo papastërti të mbetur. Më pas, në raundin e dytë përdorni një leckë të thatë për ta tharë xhamin. Si të pastroni sobën në brendësi. Për pastrimin e brendësisë së sobës ju nevojiten peceta pastrimi, uthull të bardhë, sodë buke, sapun të lëngshëm dhe ujë, sfungjer dhe tel enësh. Në fillim përzieni ujin e nxehtë me sapun të lëngshëm dhe lajni sobën në brendësi duke alternuar mes telit të enëve dhe sfungjerit. Teli i enëve është efikas për heqjen e yndyrave të cilat ngjiten në sobë. Pas shpëlarjes tresni pak sodë buke në ujë dhe përgatisni një pastë me të cilën duhet të lyeni të gjitha zonat e pista. Lëreni për disa minuta dhe më pas fërkojeni me tel enësh. Pas shpëlarjes, çdo papastërti e mbetur mund të hiqet duke tretur uthull të bardhë në ujë dhe duke e fërkuar me tel. Shpëlarja dhe tharja me pecetë të thatë janë hapi i fundit i pastrimit të pjesës së brendshme të furrës. Një pjesë e furrës që zakonisht është e vështirë për të pastruar është xhami brenda. Yndyra, pjesët e ushqimit, përveç se bën pisë, e bëjnë atë edhe më të vështirë për të pastruar. Këtu ju do të zbuloni një mënyrë të shpejtë dhe të lehtë për ta kthyer atë të shndritshëm. Bëni një përzierje shumë të trashë me sodë buke dhe detergjent për enët ekologjike dhe mbuloni të gjithë sipërfaqen e xhamit. Lëreni më pas atë që të veprojë për të paktën gjysmë ore dhe fshiheni pastaj me një leckë dhe kruajtëse. Si të pastroni furrën me uthull dhe sodë buke. Soba është një prej pajisjeve elektroshtëpiake më të përdorura në kuzhinë. Falë saj ne mundemi të gatuajmë ushqime të pjekura nga më të larmishmet në kuzhinë. Falë saj ne mund të gatuajmë, por nëse nuk tregojmë kujdes në pastrimin e saj, soba ka gjithashtu tendencën të akumulojë yndyra dhe papastërti të cilat ngjiten dhe nuk dinë të shqiten. Shumë anvisa shqiptare kanë në zgjedhjen e parë tek solucionet e forta zbardhuese dhe dezinfektuese. Këto produkte ndoshta mund të largojnë njollat e papastërtive, por toksinat e lëshuara pushtojnë hapësirën e vogël të sobës dhe gjejnë rrugën drejte në mushkëri. Anvisat me sa duket harrojnë se përbërësit më të mirë dhe më të shëndetshëm të pastrimit janë pikërisht në kuzhinë. Bëhet fjalë për sodën e bukës dhe uthullën. Solucioni ideal për pastrimin e sobës. Të dyja këto substanca nuk përmbajnë kimikate të dëmshme për shëndetin e njeriut. Ato kanë aftësi pastruese të shkëlqyera dhe me to
nuk shpenzon shumë kohë në pastrim. Në këtë video ju do të mësoni akoma dhe më shumë për mënyrën ideale të pastrimit të sodës së bukës me uthull për të pastruar të gjithë sobën tuaj dhe për ta bërë atë të shkëlqejë. Ujë, doreza dhe gjithashtu napa, spatull kuzhine, shishe spërkatëse, sodë buke dhe uthulla e bardhë, e mollës apo e rrushit janë produkte të cilat juve do t'ju duhen. Hapi i parë drejt këtyre udhëzimeve është që ju të zbrasni sobën tërësisht si nga zgara ashtu edhe nga çdo pajisje tjetër brenda saj. Ne ju këshillojmë që të merrni një tas të vogël dhe më pas përzieni gjysmë filxhani çaj me sodë buke dhe gjithashtu me disa lugë gjelle me ujë. Përzieni së bashku derisa ju të përfitoni një masë të mirëfillt. Shpërndajeni pastën në sipërfaqen e brendshme të sobës duke mos prekur element specifik të nxehtësisë. Për lyerjen e sobës ju mundet që të përdorni doreza plastike. Gjatë aplikimit të sodës së bukës do të vëreni se ajo do të marrë ngjyrë kafe. Lëreni të qëndrojë për të paktën 8 deri në 10 orë. Gjatë kësaj kohe ju mundet që ta pastroni zgarën e brendshme të sobës. Më pas merrni një leckë të lagur dhe përpiquni që ta hiqni sa më shumë nga pasta e përtharë. Për hapësira më të ngurta dhe më të thella ju mundet që të përdorni një spatula plastike. Mbushni një shishe spërkatëse plastike me uthull. Spërkateni në të gjithë sobën me uthull dhe kështu do të vëreni se nga ndërveprimi me sodën e bukës do të formohet kështu një shkum e bardhë. Përdorni një leckë të lagur dhe fërkoni sërish sobën nga brenda derisa çdo mbetje e sodës së bukës të jetë zhdukur. Nëse keni nevojë për më shumë uthull, mund ta mbushni shishen sërish derisa soba të shkëlqejë nga pastërtia. Pastrimi i furrës me limon. Pastrimi i furrës në shtëpi me limon është një nga zgjidhjet që duket mjaft e lehtë duke pasur parasysh se pothuajse të gjithë kanë limon në dispozicionin e tyre në shtëpi. Ky ilaç natyral është me të vërtetë i shpejtë dhe i lehtë për t'u vënë në praktikë, sepse mjafton për të prerë në gjysmë limonin dhe pastaj ta shtrydhni lëngun dhe ta derdhni atë në një enë të përshtatshme për gatim në furrë. Ena gjithashtu duhet të vendoset në mes të furrës dhe gjithashtu të lihet aty për rreth gjysmë ore në 250 gradë. Avulli do të eliminojë papastërtitë të cilat më pas ju do t'i largoni me ndihmën e një sfungjeri të ngjyrë me ujë të ngrohtë dhe sodë buke. Pastroni furrën me ujë dhe krip. Përzieni kripën e trash me ujë. Kjo është e përkryer për pastrimin e furrës. Mjafton që ju të shtoni 250 gram krip në një gjysmë litër ujë. Masën e përhapni në përfurrë dhe më pas rreth 15 minutash, hiqni papastërtitë nëpërmjet përdorimit të një sfungjeri të lagur. Pastroni furrën me lëkurë portokalli. Ilaçi i fundit natyral, sidomos që eliminon aromat e këqija, shpesh mund të ketë edhe furra jon, është lëkura e portokallit. Për ta vënë atë në praktikë është e nevojshme për të ngrohur furrën në 180 gradë dhe vendosni në një pjatë pjekje disa lëkura portokalli. Këto duhet të mbahen në furrë për 15 minuta në mënyrë që ato të kryejnë detyrat e tyre në një mënyrë tepër efektive. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!